të mendosh që jemi të gjithë në një anije kozmike që udhëton në mes të asgjëse, në një hapësirë boshe dhe në jashtëzakonisht ftohtë. Ekziston vetëm një makineri, një e vetme. Dhe jashtëzakonisht komplekse. Sakt, një makineri komplekse që filtron vazhdimisht ajrin, riciklon ujin dhe rrit ushqimin ton. Është fjalë për fjalë e vetmja gjë që e mban ekuipazhin të gjallë. Por, në vend që ta mirëmbajnë atë me kujdesin më të madh, çdo mëngjes njerëzit zgjohen dhe fillojnë të shkëpusin nga një tel, të heqin një vidh ose të thyen një panel të asaj makinerie. Thjesht sepse u duhet pak material për diçka ose nga pakujdesia. Pikërisht, nga pakujdesia, dhe tingëllon si një skenar i pastër të shmendurie. E megjithatë, domethënë, ne bëjmë këtë çdo ditë me tokën. Kështu që kjo analizë e thelluar sot ka një qëllim shumë specifik. Kemi përpara një material fantastik me titull Mbro natyrën sepse nuk kemi planet tjetër. Është një udhëzues shumë i fuqishëm. Po, por shiko. Nëse dikush po e dëgjon këtë diskutim dhe është tashmë një aktivist i ri ose një student i përfshirë thellë në lëvizjet klimatike, nuk ka nevojë të bindet. Ata e din tashmë që plastika në lumë është një problem. Sakt. Kjo dihet. Misioni ynë këtu është t'i armatosim ata njerëz, ata në vijen e parë, me mjetet psikologjike dhe retorike për të bindur të tjerët. Ne do zbërthejmë arsyet pse njerëzit nuk veprojnë dhe se si mund të thyet apatia. Jam e bindur që kjo është një qasje thelbësore, sepse të them të drejtën, betejë mjedisore sot nuk është më një betejë informacioni, është një betejë sjelljeje. Të gjithë e dinë që ndotja është e dëmshme, por materiali që po shqyrtojmë tregon një shkuputje të frikshme mes asaj që dim dhe asaj që realisht bëjmë çdo ditë. Në rregull, le ta zbërthejmë këtë. Cili është thelbi i kësaj shkëputjeje? Gjëja është që ne trajtojmë natyrën si një lloj peizazhi estetik, si diçka që është e bukur për t'u parë të dielave dhe jo si atë infrastrukturën jetike që sapo theksove ti me anijen e kozmike. Për të kuptuar se si t'i flasim një komuniteti, duhet fillimisht të shpjegojmë mekanizmin e pastër. Si funksionon realisht? Fiks. Për shembull, pyet dhe ligatinat. Nuk janë thjesht hapësira të gjelbra. Ajo që është më gjepse këtu është se ato janë fjalë për fjalë veshkat dhe mëlçia e qyteteve tona. Ua, si organe filtruese. Eksaktësisht. Kur bie shi, uji kalon mbi asfalt, duke mbledhur vajra makinash, mikroplastike, metale të rënda. Një sub vërtet toksike. Sakt. Edhe nëse nuk ka një sistem natyror, bimësie dhe dheu për të vepruar si një filtr fizik dhe kimik, e gjitha ajo sub toksike shkon drejt për drejt në burimet e ujit të pishëm. Pra kur dikush ndërton mbi me ligatinë lokale, nuk po prish thjesht një pamje të bukur. Po që monton sistemin e filtrimit të qytetit. Pikërisht, po heq filtrin e ujit. Prit, kjo është një pikë që ndryshon plotësisht bisedën, dhe dua të ndalem pikërisht te ky kalimi nga globalja te lokalja, sepse këtu shoh një nga sfidat më të mëdha komunikuese për aktivistët. Shpesh, kur flitet për ndryshimet klimatike, imazhet e para që vinë ndërmend janë arinjt polar që po mbyten ose pyet e Amazonës. Po imazhe shumë të përhapura. Të fuqishme, por krijojnë një problem masiv psikologjik distancën. Njerëzit ndihen keq për ariun polar, absolutisht, por truri nuk e përkthen atë si një rrezik të menjëhershëm. Dhe pyetja që një student do dëgjojë vazhdimisht nga fqinjet është: çfarë rëndësie ka nëse unë hedh këtë qese këtu, kur e gjithë bota po ngrohet? Është skepticizmi klasik, dhe përgjigjja qëndron pikërisht te lidhja e drejtpërdrejtë të shëndetit lokal me mjedisin aty pranë. Kur një pyll pritet ose një lum mbushet me plëra, pasojat nuk shkojnë në atmosferën globale të parat. Ato godasin mushkrit e atyre që jetojnë 200 metra më larg. Godasin direkt komunitetin. Le të flasim pak për pemët në zonat urbane, jo thjesht si hije. Ato janë bariera fizike. Gjethet e pemëve veprojnë si rrjeta mikroskopike që kapin grimcat PM2.5. Do me thënë, ato grimcat nga makinat. Po, ndotja ekstreme e vogël nga makinat dhe industria. Kur këto grimca thithen janë aq të vogla sa që kalojnë barierën e mushkrive dhe hyjnë drejt për drejt në qarkullimin e gjakut. Ua, direkt në gjak. Direkt. Duke shkaktuar inflamacione, astmë të fëmijët, probleme me zemrën. Kur një komunitet lejon shkatrimin e gjelbërimit, ata po heqin maskën e tyre mbrojtëse të frymëmarrjes. Dhe nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, burimi ynë flet për një koncept gjenial për të përballur me këtë situatë, quhet
patriotizm mjedisor. Oho, patriotizmi mjedisor, ky është një term që duhet ta zbërthejmë plotësisht, sepse mendoj që është një armë retorike fantastike për studentët. Jam plotësisht e njëmendje. Tradicionalisht, kur flasim për të qenë patriot, të gjithë mendojnë për historinë, për flamujt, për kufit. Ose respektin ndaj institucioneve. Sakt. Por nëse po u flet brezave më të vjetër, atyre që mbase nuk e kanë qef fare këtë lëvizjen e gjerber sepse e shohin thjesht si një trend të rinj, ky koncept është genial. Si mund të thuash që e do vendin tënd nëse e kthen fjalë për fjalë në një kosh plerash toksik? Është rikornizimi i argumentit. Nuk po u kërkon të bën aktivist radikal, po u kërkon të mbrojnë shëndetin e lagjes, të fëmijëve, tokën për të cilën krenohen. Kjo i heq atë etiketën problem global abstrakt dhe e kthen në çështje të integritetit lokal. Ajo që udhëzuesi sugjeron është se nuk mund të jesh mbrojtës i komunitetit nëse je shkatrues i habitatit. Për një të ri që përpiqet të mbledh lagjen për të pastruar një zonë, argumenti nuk duhet të jetë për të shpëtuar planetin, Po cili duhet të jetë? duhet të jetë për të mbrojtur shëndetin e këtij komuniteti dhe dinjitetin e kësaj lagje. Kjo është gjuha që shkakton veprim. Dakor, e kuptoj. Por këtu bëhet vërtet shumë interesante dhe dua të jemi pak brutalist për një moment. Ka një elefant të madh në dhomë që çdo aktivist i ri e ndesh për ditë. Paraliza e veprimit. Sakt. Edhe nëse e pranojmë që mjedisi lokal ndikon te shëndeti, njerëzit ndjen një paralizë totale. Ata mendojnë, në rregull, unë mund të ricikloj pak letër, por ndërkohë korporatat po pompojnë miliona ton mbetje në lymenj çdo orë. A nuk është ky theksi te individi thjesht një shpërqendrim? Pse të mos ndihemi të pafuqishëm përballë këtij disproporcioni? Kjo pyetje është thelbësore. Ky është bllokimi më i madh psikologjik i kohës sonë. Në sociologji njihet si shpërndarja e përgjegjësisë e ndërthurur me efektin e dëshmitarit. Kur problemi është kaq masiv dhe shkaktarët janë kaq anonim, siç janë korporatat e mëdha, individi ndjen një shkëputje. Do me thënë thot me vete, s'kam çfarë bëj. Fiks. Nëse të gjithë janë përgjegjës, atëherë askush nuk është vërtet përgjegjës. Njerëzit presin që qeveritë të nxjerrin ligje magjike Ose që korporatat kenë ndonjë zgjim moral, gjë që nuk ndodh. E sakt, por këtu burimi ofron një mekanizëm për ta thyer këtë paralizë. Veprimi individual nuk ka të bëjë vetëm me atë një shishe plastike që ti riciklon, ka të bëjë me ndryshimin e normës sociale. Kur një njeri vepron, ai dërgon një sinjal social. Kur qindra njerëz refuzojnë një sjellje si hedhjen e plerrave, ata ndryshojnë kulturën. Dhe këto kultura u bëjnë presionin e vërtet politikave publike. Aha, pra është si ai koncepti i teorisë së dritareve të thyera, por i aplikuar në mjedis. Pikërisht. Nëse një godinë ka një dritare të thyer dhe nuk rregullohet, njerëzit mendojnë këtu nuk i bëhet vonë njeriut dhe thyen të tjerat. Kur pastron lumin, nuk zgjidh vetëm hallin e një qeseje, po i jep një sinjal komunitetit që kjo hapësirë mbikëqyret. Është një sinjal psikologjik jashtëzakonshëm. Dhe dua të sill një pikë tjetër nga materiali që më bëri shumë përshtypje dhe lidhet direkt me këtë. Ekziston një mit që ekologjia është e komplikuar dhe kërkon një jetë absolute puritane. Dhe materiali përmend një fjali që duhet të jetë motoja jonë. Natyra nuk ka nevojë për njerëz perfekt, ka nevojë për miliona njerëz që kujdesen pak më shumë çdo ditë. Një fjali mrekullueshme. Pse kemi qenë kaq gjatë pengir për sosmërisë në këtë fushë? Sepse lëvizjet e hershme mjedisore adoptua një qasje moraliste, mbështeteshin te ndjenja e fajit. Mesazhi ishte: nëse ngjet makinën, nëse hamish, nëse blem plastike, je hipokrit kur flet për natyrën. Një lloj puritanizmi ekstrem. Dhe sociologjikisht, faji është motivuesi më i keq për ndryshim afatgjat. Truri i njeriut e refuzon atë gjendje. Nëse hyrja në klubin e të gjelbërve kërkon 0 gjurmë karboni, 99% e njerëzve vetë përjashtohen që në start. S'marrin fare mundimin. Çfarë bën ideja e papërsosmërisë? Ulet barriera e hyrjes. Njerëzit mund të bëjnë zgjedhje pa u ndier sikur po gjykohen. Për aktivistët, kjo është formula magjike. Nuk duhet të thonë bashkëmoshatarëve bëhu vegan, thjesht u kërkojnë të ndajnë një lloj mbetjeje. Ose mos bli ujë në shishe një herë në javë. Sakt. Pasi dikush bën këtë hap të vogël, perceptimi për veten ndryshon. Ata e shohin veten si njerëz që kujdesen. Është e mrekullueshme. Kjo kalon nga klima e fajit në kulturën e kontributit. Dhe le të flasim konkretisht për këto kontribute. Materiali kalon në veprime shumë praktike. Përmenden gjërat përditshme:
Riciklimi, mosedhja e mbeturinave, transporti alternativ. Ndryshimet e vogla. Shpesh këto lexohen si detyra shtëpie të mërzitshme, por pas asaj që tham, këto marrin tjetër dimension. Është thjesht higjiena e shtëpisë sonë të përbashkët. Por burimi vë theksin të diçka tjetër shumë thelbësore. Edukimi i të tjerëve. Pse edukimi jo formal është kaq i rëndësishëm? Bisedat në kafe, në shtëpi? Sepse sjellja njerëzore është si një infekcion, por në kuptimin pozitiv. Infekcioni mirë. Po, ndryshimi ndodh përmes asaj që njihet si ngjitje sociale. Ne imitojmë njerëzit përreth nesh. Kur një student zgjedh të marrë një çantë pluhure në supermarket, vlera kryesore nuk është plastika që u shmang atë ditë. Po cila është? Është fakti që kasieri e sheh, njerëzit në radhë shohin, miqtë e vërejnë. Kur ai i shpjegon vllait vogël pse duhet të mbyll rubinetin kur lan dhëmbët, po krijon një efekt multiplikues. Aha, si kapilar në përditshmërinë e shtëpisë. Eksakt. Fuqia e lëvizjes rinore sot nuk qëndron vetëm te protestat, por te ky depërtim i ngadalt. Ata mund të përdorin patriotizmin mjedisor, lirinë nga faji, për të ndryshuar mendësinë rreth tryezës së darkës me prindrit e tyre. Këto veprime ndërtojnë trashëgimin e brezave. Trashëgimia. Kjo është fjalë e madhe. Zakonisht kur mendojmë për trashëgimi, mendojmë për pasuri, për prona. Kjo ngre një pyetje thelbësore për rinin sot. Për llogaritë bankare, domethënë, por në fakt, burimi e qartëson se trashëgimia më kritike nuk ka të bëjë me letrat me vlerë. Ka të bëjë me atë, a mund të thithet ajri, a mund të pihet uji nesër. Për aktivistët e rinj, çdo letër e ricikluar është një investim i drejt për drejt te kjo botë. Është një kamban alarmi shumë e fortë, sepse po na lihet në dorë një anije kozmike me makinerinë gjysmë të shkatëruar. Dhe ruajtja e saj nuk është më projekt altruist, është vetëm një mënyrë për të siguruar jetën tonë. Le të mbledhim pak fijet e kësaj analize, sepse diskutuam koncepte vërtet të fuqishme. Për të bërë një sintezë, ne filluam duke dekonstruktuar mitin e distancës. Kuptuam se natyra nuk është një pikturë në mur, por infrastruktura jonë e shëndetit. Veshkat e qytetit. Pikërisht. Pastaj folur për patriotizmin mjedisor, si armë retorike për t'i kërkuar llogari komunitetit bazuar në krenarinë e tyre për tokën. Dhe për mua, më e rëndësishmja ishte pjesa psikologjike, zgjidhja e paralizës, të kuptuarit që ekologjisti perfekt është një iluzion që vetëm na largon. Miliona njerëz që bëjnë pak, por e bëjnë çdo ditë, janë ata që e kthejnë timonin e anijes. Dhe edukimi i përditshëm i atyre rreth nesh është thelbi i ndryshimit. Për ta mbyllur këtë cikël mendimesh, ka një lëvizje shumë të re globale, për të cilën mbase dëgjuesit tan mund të hulumtojnë. Për çfarë bëhet fjalë? Lëvizja për të drejtat e natyrës. Kemi folur gjithkohës për mbrojtjen e natyrës sepse na duhet ne. Por imagjinoni sikur sistemi ligjor të jepte një lumi të drejtën ligjore për të ekzistuar dhe lulëzuar, jo sepse na jep ujë, por sepse lumi ka një të drejtë të brendshme për të mos u helmuar. Ua, kjo është e jashtëzakonshme. Kalimi nga menaxhimi një burimi të mbrojtja e një subjekti me të drejta? Sikur dikush të ngrinte një padinë në emër të lumit, ashtu siç bëhet për një njeri. Kjo është shkund komplet mendësinë tonë. Është një mendim shumë radikal, por mbase pikërisht ky radikalizëm në vizion i kombinuar me hapat praktik çdo ditë, është ekuilibri i duhur. Sepse në fundit nuk kemi një anije tjetër kozmike, është kjo që kemi. Dhe ajri së nesërmes varet nga filtrat e sotëm. Sakt. Mënyra se si i trajtojmë filtrat e saj sonte është saktësisht cilësia e ajrit që do të thithet nesër. Le ta mbajmë atë makinerinë punë. Kjo ishte për sot.